Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë pas ditën e së mërkurë zonën e qafë 6 në hyrjet e qytetit të Sarandës, duke vënë në rrezik edhe banesat pranë zonës së përfshirë nga flakët. Lëria u shënuar rreth orës 16:15 në krahun e majtë të rrugës, pranë zonës ku ndodhet dhe terminali i ri. Flakët përfshin një pjesë të zonës kodrinore të mbuluar me pisha, shkure dhe bimësi të dendur. Era e fortë ka favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve, duke bërë të vështirë ndërhyrjen e forcave zjarrfikse. Me njërë në vendngjarje kanë mbërritur forcat e mjetet zjarrfikse, ndërsa në terren janë angazhuar dhe shërbimet e policisë së shtetit. Terreni i thyer dhe mungesa e aksesit për mjetet zjarrfikse kanë penguar ndërhyrjen nga afër. Një re e dendur tymi ka mbuluar zonën, ndërsa shkurret dhe bimësia vijuan të digjeshin. Situata u bë veçanërisht shqetësuese për shkak të afërsisë së flakëve me banesat, ku zona u rrezikua pasi ndodheshin disa ndërtesa shumëkatëshe. Nuk u raportua që flakët të kenë përfshirë ndonjë prej tyre. Në ndihmë të forcave zjarrfikse mbërritën dhe helikopterët e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët nisën ndërhyrjen nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve e për të neutralizuar vatrat më problematike. Ndërhyrja nga toka dhe ajri dha në rezultat, situata në zonën e qafë të 6-s raportohet tashmë në përmirësim dhe zjarri shkoi drejt shuarjes. Forcat zjarrfikse vijuan punën për eliminimin e vatrave të mbetura dhe për të parandaluar riaktivizimin e flakëve, ndërsa ekipet në terren monitoruan situatën. Prioritet gjithmonë mbetet mbrojtja e banesave dhe zonave të banuara. Pas një ndërhyrje intensive, zjarri shkoi drejt shuarjes përfundimtare.